Të gjithë të lindur përsëri krishterë në të gjithë globin janë të ftuar të marrin pjesë në një ngjarje shkatrimtare të tokës të quajtur Vizion Dita Botërore, më 5 korrik 2014, atë 12 në mesditë për 1 orë. Kjo është një ngjarje e botës së tërë, mbi 200 vendje pjesëmarrëse do të jetë i paraqitur në televizionin ndërkombëtar. Dita World Vision është një zbulesë nga Zoti ynë Jezu Krisht për çdo besimtar të krishterë, të mlidhen së bashku si ditën e rreshajave dhe të sulmonin qytetet e tyre kryesore, duke predikuar dhe profetizuar ardhin e Jezu Krishtit, shenjat e ardhjes së tij për 1 orë, si një dëshmi për gjithë kombet. Dita World Vision, një ditë 5 korrik 2014, 1 orë 12 mesditë, një voice, një marrëveshje, një vendim. Për më shumë informacion, mos nguroni të kontaktoni selin ndërkombëtare ton të vendosura në Majë të Malit, New York City në 718-696-2769, ose të regjistroheni në www.harvestarmy.org, ose dërgoni kontaktin tuaj në info@harvestarmy.org.